mirë se keni ardhur në Portokalli. Mirëmbrëma edhe nga unë, në fakt unë jam shumë e kënaqur që salla mbetet plot, edhe pse shirat kanë filluar, edhe pse moti u prish, është vërtet një gjë shumë e bukur që ju kemi këtu sot. Edhe unë jam shumë i kënaqur vetëm se disa kanë mendim tjetër. Për shembull, qeveria dhe Keshi nuk thonë u prish moti, po u rregullua moti kur bie shi. Se mbushën liçenet, hidrocentralet prodhojnë më shumë energji, edhe krizë energjetike ne nuk kemi. Kështu që në fakt i ke të drejtë, sepse për disa diçka është e keqe, për disa të tjerë kjo është e mirë. Jam dakord me këtë mendim. Megjithatë, në përgjithësi, kur bie shiu, njerëzit tonë moti u prish. Ashtu është në fakt. Dhe mua më shkon mendje se çka një lidhje shiu dhe femrat.